Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministre njëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku kanë marrë pjesë në prezantimin e projektit OSHE Charge, një shërbim i ri i karikimit të mjeteve elektrike për të shkuar drejt energjisë së pastër dhe transportit të qëndrueshëm. Kryeministri Edi Rama në prezantimin e projektit OSHE Charge ka mbajtur edhe fjalën e tij, teksa u shpreh se objektivi kryesor është që Shqipëria të jetë eksportues neto dhe të mos jetë varur nga luhatjet katastrofike që sjellin në tregun energjetik. Sot kemi këtë inovacion, ndërkohë që besoj brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 macash dhe brenda këtij mandati besoj që do të përmbyllim edhe këtë proces që patjetër do ta ul edhe më shumë nivelin e humbjeve teknike në rrjet, duke e çuar pa diskutim në mesataren e poshtme të Bashkimit Evropian, por edhe do të rrisë cilësisht faturimin e çdo konsumatori, duke riparuar edhe ato të meta të fundit që ka procesi i faturimit. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka deklaruar se sektori i energjisë ka marrë vlerësimin progres i mirë në raportin e fundit të Komisionit Evropian për të dytin vit radhazi. Ajo theksoi se objektivat e ardhshme përfshin miratimin dhe zbatimin e planit kombëtar për energjinë dhe klimën, si dhe përgatitjen e një tranzicioni të gjelbër në përputhje me politikat e Bashkimit Evropian. Do ta nisja nga progres raporti i fundit, i cili u shpall vetëm javën e kaluar, ku bazuar mbi 40 masa të vlerësuara, energjia ka marrë vlerësimin progres i mirë. Progres i mirë i dhënë për vitin e dytë radhasit, që padyshim na bën krenar dhe pasqyron të gjitha përpjekjet e bëra nga secili prej jush në këtë sektor, nga elektricisti dhe deri tek drejtuesit e sektorit, apo edhe renti që ne kemi ndjekur gjatë gjithë periudhës përsa i përket kuadrit ligjor dhe gjithçka tjetër, ka sjellë këtë rezultat. Raporti thekson si kontributor për këtë vlerësim për afrimin me kuadrin ligjor me akit e Bashkimit Evropian, avancimin në liberalizimin e tregut, ndarjen funksionale të operatorëve, unbundling, ka qenë një proces i gjatë që kemi bërë së bashku në vitin 2019, me shumë pikpyetje se si do t'ja dilnim me kompanitë e ndara, por sot OSHE funksionon si kompania MØM, e cila merret me gjithë pjesën administrative të mbarvajtjes të sektorit, por nga ana tjetër, pra sektorit shpërndarjes në këtë rast, por nga ana tjetër kemi krijimin e kompanive të cilat sot po forcohen dhe pritjen për krijuar edhe kompani tjera siç është operatori i energjisë rinovueshme. Mëtej, Belinda Balluku ka vlerësuar sektorin energjetik shqiptar si një nga historitë më të suksesshme të zhvillimit ekonomik të vendit, duke theksuar se ky sektor mbetet një premtim i fortë për të ardhmen.